kjo mbledhje është thirrë për themelimin e komisionit ad hoc për zgjedhjen e anëtarëve të KPM-s. Dhe mu në rolin e kryetarit me takon ta udhëheq këtë mbledhje, po shpresoj që këna me arrit deri në fund procesit me bë për zgjedhjen e një bordi profesional i cili vendoset në shërbim të interesave publike. Faleminderit shumë. Në rolin e kryetarit të komisionit ad hoc, konform vendimit të Kuvendit të Kosovës të datës 2 prill 2026, numër 10V23, kemi ftuar këtë mbledhje për konstituimin e komisionit ad hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për anëtar të KPM-s në mënyrë që pastaj të vazhdojmë me procedurat e mëtutjeshme. Është mirë me kon, masi është me proces verbal, do të thonë konstituimi i komisionit se themelimin e komisionit e ka bë Kuvendi, seanca plenare. Konstituimin jo, konstituimin e komisionit është edhe e shkruar. Kush është për atëherë konstituimin e këtij komisioni? Kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Atëherë me lejen t'ju njoftoj se për anëtar të KPM-s kanë aplikuar në total 30 kandidat nga komuniteti shqiptar dhe komunitetet tjera. Kuvendi duhet i emëroj 3 anëtar nga komuniteti shqiptar, kurse nga komuniteti multietnik 2 anëtar. Sa i përket procedurave të përzgjedhjes, konfirmoj se fillimisht do të shqyrtohen aplikacionet e kandidatëve. Kësaj obligohet zyra e komisionit të shqyrtojë aplikacionet e kandidatëve dhe komisioni t'ia prezantojë listën e kandidatëve që e kanë plotësuar kushtet për intervistë, gjithashtu edhe në bazë të kërkesave të anëtarëve të komisionit, kërkoj nga ju që t'i nxjerrni CV-t e tyre, që t'i dorëzohen secilit prej anëtarëve të komisionit për t'i shqyrtuar ato, në ndërkohë edhe shpërndarjen e kopjes, domethënë të listës së kandidatëve, në mënyrë që secili prej anëtarëve me mujt me pa emrat e atyre të cilët kanë aplikuar. Nëse ka diçka tek të ndryshme ndonjëri prej jush, mundeni me shtu tash, nëse jo, atëherë kjo mbledhje konsiderohet e mbyllur dhe pasi që t'i marrim të gjitha të dhënat për kandidatët dhe biografitë e tyre, bashkërisht do ta caktojmë mbledhjen e radhës ku do të procedojmë me intervistimin. Fillimisht do të përcaktohet metodologjia e punës, forma e intervistës dhe pastaj do t'i thrasim për intervistë secilin prej tyre. Faleminderit kryetar, unë po mendoj që na mundemi me u taku këtë premte edhe me i shqyrtu dokumentet e kandidatëve dhe me pa kush prej tyre i plotson dhe kush jo kriteret për të vazhdu tutje, edhe qysh të premten me u dakordu për datën kur ka me u mbajt intervistimi i kandidatëve, e në të njëjtën kohë bashkërisht me diskutu edhe për kur mbledhemi për me bo edhe përcaktimin e pyetjeve për kandidat, që zakonisht prej praktikave të mëhershme, kjo ka ndodhur ditën kur është bërë intervistimi, gjysmore më përpara, në mënyrë që mos me pas kohë ato pyetje me mbrjedhje deri te kandidat. Po megjithatë mendoj që nëse mendojmë që duhet me u trajtu shpejt, atëherë e premtja dhe ashtu me gjas ka me pas seancë, krejt deputet do t'jemi këtu, kështu që pse jo mundemi të premten me u taku edhe me vendos datën e intervistimit, të njëjtën kohë edhe me i njoftu kandidatët qysh të premten për ditën kur do të bëhet intervistimi në kuvend. Faleminderit. Mendoj që ne do të kemi kohë të mjaftueshme për trajtimin e materialeve, shqyrtimin e materialeve, të jemi të sigurt që nuk po bëjmë shkelje ligjore dhe të rregullore së kuvendit. Ndërsa sa i përket kohës së kandidatëve, unë mendoj që kandidatët kanë aplikuar dhe kanë me prioritet këtë çështje. Mjafton 2-3 ditë me njoftu ma përpara, por nuk kam nevojën e mja rregullu agjendën private të aty, nëse kur ata ti atë që datën e intervistës, ata vendosin a duhen me ardhë, as duhen me ardhë. Nuk është çështje e komisionit parlamentar që na me u koordinu me agjendat e tyre private. Faleminderit. Fillimisht, faleminderit që tha që ne duhet mi pas të gjitha dokumentet paraprakisht dhe jo të shqyrtojmë siç edhe ka ndodhur po atë ditë që na është kërku me bërë dhe vlerësimin e tyre. Pajtona me ganën që na duhet një kohë pak më gjatë që të analizojmë CV-t e tyre dhe të sigurojmë që nuk po bëjmë shkelje ligjore. Edhe pse personalisht kish konvenu shumë a shumë të premten, pasi që javën e ardhshme nuk do të jem këtu deri të ejtën. Mirë po do jap komentet e mia përmes emailit nëse vesh nuk marr të premten. Faleminderit. Kush është për me u mbajt mbledhja të premten prej orës 9? Jam për,
Kush është kundër? Abstenon? Miratohet mbajtja e mbledhjes për orës 9, shifemi në orën 9 të premten edhe vazhdojmë në paravojtjen e këtij komisioni. Faleminderit shumë.